Agjerimi I parë jemi ka qenë prej 13 vjetë, 13 vjeqare. Edhe se na krejt familja kemi ngjinu. Jom martu 16 vjeqare, edhe në shtëpitë burrit që ashtu shtëpi teme kemi ngjinu, krejt familja. Ka qenë një kënaqësi e madhe, se krejt kemi ngjinu, jemi qunë syfyr. Vjera jeme 30 vite në syfyr I ka bo, edhe u knaqke, do me thonë, edhe une me ta se e re shumë. Atëherë, deri në syfyr, ta në ditën musafir vishin shkojshin, veç ka pas knaqësi, kem pas musafir, ka pas respekt, tonë të mirat na këshom u shtroshin, plus ulshim 10 minuta përpara për me prit iftarin. Do me thonë respekt Ramazanit. Une kur kom gjinu, ka qenë bashkë që ky vakt, dita e shkurt, do me thonë nata ma e gjatë. Jom falë, kur kam qenë ma e re, të një kom lon një kohë tash prap. Vjerën e kemi respektu shumë, se ka bo mund, u mledhshim mas mrami, natën e mram të Ramazanit, ja lypshim havallakin, se na ka kqyr shumë, se ajo ka pregadit. Po, na mas jemi musliman, elhamdulillah, e kem obligim, edhe për shëndet është shumë e mirë. Pse? Pse pastrohet trupi për një muj ditë. Tash edhe mjekt, po e cekin që Ramazani është shumë e mirë. është tamam qysh duhet. Edhe e falnja, jo në fitnes me shku, jo kështu, e kalon Zoti edhe të falnën me 5 vakt namaz. A ka gjo ma mirë, kush ka mundësi mundet, kush s'ka mundësi, Zoti ja falët. Kur ishtë një 5 minuta para iftarit, kem pas xhamin afer edhe krejt peja zatën, kem qitë fmit, hajtë në ndelni në asin sokak që aty këqyrni, a është gati iftari, kur u bo kë iftari, ishin mrenda, u bo iftari, jemi 3 ma shqiptar. Pra dikosh atë metodën tjetër veç mirë shumë. Ulshim sofër, hajshim qëtësia mbretnante, o kafe që shpijen e krejt, mirë shumë. Te kem pas baben shumë fetar. Kur jo martune, ma ka dhonë takfimin, po edhe ajo që I falet doracakun. Ajo Shqip ka qenë, prej atëhershit I di dovat. Dovat do me thonë, e na kur nuk jemi pa ilm. Edhe I përcillit të natë. Pa takfim nuk ri për ndata, për natat mdhaja, për krejt. Unë e kom pas një të mirë, kur orë as zile, alarm s'kom bo, kur, Zoti më ka qu. Trak edhe u kry muhabet e kom bo. Sëfyrin e iftarin e fëmive gjatë ditës, ushqimin që kanë lyp. Njeri kur dënë menagjon gjithë shka, kur nuk dënë sen dë njëzë banë. Punën e sodit më s'le për nesër, lutem. Edhe pa respektu vetin nuk më rinë kur gjo. Kur e ki besimin e guximin, veç për para, ish mos u ndalo. Unë në 93-shin, kom fillu me punu në biznes e para në Kosovë zanatin, me qëndistari. Se baba na ka falë ka 40.000 marka, edhe unë I kom shtim biznes. Edhe deta që më ka shku shumë mirë. Ma I miri mesazh, duje veten. Respekto besimin, guximin, punën e sodit më s'le për nesër, puna është burrim I jetës. S'ka tjetër. Dembeli se ka vendin kërku. Dola në pension, që ka me bo? Thash, pse qikë se qeli unë një gjelltore, po që, kërkuj si kom kaldua, s'miva siç, e mora dugojnë me qira, e bona me remet kja me ta dugoj, so konë më lëmë për para, veç kur e kom qilë, të një qmen. Shka u bo,
Në rruidhnun, po asi, ju pëlqej. Unë e kom pas një adet, jam qunë 4-5 mëngjesi. Kom punu në maqinë njëherë, e kom dzirë ditën, sa kom punu në maqinë, toni gjithë ditën prite për cilë musafir. Ramazani, ma mira vlerë që të vjen njëherë në vjetë, e duesh me të natë mirat, vjen veti, s'folë për kërkon të keqë. Je i pranushëm të Allah, inshallah jemi të pranushëm. Qështu s'folë fjallë të këqia, a i më tha, ky më tha, të natë mirat.